Kënga labe njihet si një nga muzikat më komplekse të shumë zërshit folklorik. Shumë folke të tjera ngjajnë disi me të dhe mendimet janë të ndryshme. Mirë po ajo që përmendet nga autoritetet e folkloristikës është se ajo është një muzik me 3-4 zëra, ndërkohë që ka edhe tradita tjera me më shumë zëra, si ajo gjeorgjiane apo korsikane apo muzikat kishtare bizantine që edhe pse është monodike pretendohet si origjinë e tyre. Dhe duhet përmendur se tradita labe ruan gjithë historinë evolutive të këngës labe, që niset që nga monofonia, nga e kallaratit që e ruan, që nga ninullat që kanë disa fshatra, Bolena, Golemi e shumë fshatra të tjerë, dyzërshi, treshja e Dukatit, katërshja Hormovite dhe shumë zërshi i ditëve të sotme që këndohet në lavëri dhe më tej, po duke përfunduar edhe me vajtimet. Por sa zëra ka kënga labe në të vërtet? Unë them t'i rendisim dhe t'i identifikojmë ato që ata që i studiojnë t'i shikojnë më me vëmendje nëse duhet marrë parasysh apo jo. Për këtë do të marrim si shembull këngën Kuace Kuqe. Kënga në kompozimin e saj ka zëra dhe tinguj që kanë rëndësinë, domethënien dhe bukurinë duke krijuar një harmoni të papërsëritshme. Roli i secilës është simbolik dhe kompozicional. Zëri i parë është marsi, që dihet, që simbolikisht është ai që ka filluar i pari historinë e krijimit të universit dhe qëndron pikërisht në qendër. Ne e themi që marr një këngë apo marr një valle, që do thot filloj një këngë apo filloj një valle. Pra marsi është filluesi. Zëri i dytë është kthyesi ose pritsi. Dhe që së bashku me hedhësin, që është zëri i tretë në këtë rast, bëjnë një lojë që në të folurën popullore përdoret si shprehje, njeri hithet tjetri prit. Pra kjo dyshe nuk mund të ndahet dhe janë ata që e bëjnë lojën duke mos e lënë këngën që të dështoj. Mirë po kjo këngë ka edhe një zë të katërt të veçantë që traditat e tjera folklorike nuk e kanë. Zëri femëror dhe madje zëri femëror si marës, i kombinuar me marsin kryesor mashkullor, duke i kombinuar një varg njëri, një varg tjetri. Simbolikisht, kjo tregon se gjithçka ka nisur nga një dyshe e një kohshme, por edhe më shumë, do ta shikojmë, po dy të rëndësishëm, parsor, që njëri ka natyrë të fortë ose mashkullore dhe një tjetër ka një natyrë delikate, fine ose femërore. Zëri i pestë është isoja. Ai ka vlerë mbushse, plotësuese në pamje të parë, por edhe një ardhje mbasavazit të këtyre të parëve, këtyre 3-4 zërave të parë. Isoja bën atë që shuan dallimin e zërave kryesor, duke i mbytur dhe duke i bërë ata të duken si një zë i vetëm. Zëri i gjashtë janë notat e fyllit apo culës dujare që përfaqësojnë tingujt mes natyrës dhe njerëzores. Ai ose ato përfaqësojnë apo manifestojnë tingujt e frymës së njeriut.
Ky Z mund të quhet edhe më i pari, sepse edhe ashtu përdoret, duke i vënë fjalët në plan të dytë. Pra fjalët nuk kanë aq rëndësi sa muzika. Tingulli i 7 është një këmbor baktie në fund që quhet tingull natyre, që bën mbylljen mbas përfundimit të një koshën të gjithë zërave, që ka një vlerë gjithashtu simbolike që përkon me tingullin e fillimit të culës dyjare. Pra që për ngjan fillimit, si fillimi edhe fundi. Ai që nis, po themi ashtu si niset, ashtu edhe mbyllet. Po zërat të tjera mund të shtohen plot, por nuk do të sjellin ndonjë gjë të re përveç këtyre që tham. Pra do jenë gjëra të përsëritura të kësaj, që mban kënga e deri tanishme. Është dhe një aspekt tjetër që është pushimi që bëhet mes marrjes frym, mes frymarrjeve, që bëhet i njëhershëm dhe i të gjithëve së bashku. Me këta 8 element, kënga labe bëhet e arrir në përsosmëri. Pra si përfundim, kënga labe nuk ka 3-4 zëra, se s'mund të thuhen dhe me 3-4. Thuhen o 3 o 4. Por ka 7 zëra dhe tinguj që janë domethënës dhe simbolik. Unë këtë kisha shkurtimisht, mund të kem edhe gjërat shumë të tjera për këngën labe. Faleminderit që më ndiqni dhe shpërndani te dashamirësit e këngës nëse shikoni me interes këtë këndvështrim. Po ashtu, mos harroni të mbështesni kanalin Syri i Tretë.